Mëngjesi kësaj të martë ka gjetur Durrësin të paralizuar nga përmbytjet masive pas rreshjeve të pandërprera të shiut. Rrugë dhe lagje janë nën ujë, duke e bërë të vështirë lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Situata ka sjellë pezullimin e përkohshëm të punës në port, si dhe mbylljen e shkollave për arsye sigurie. Për shkak të përmbytjeve dhe kushteve të rrezikshme, janë mbyllur edhe aktivitetet tregtare në disa zona të qytetit. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes të shtuar, megjithse ka patur edhe nga ata që kanë gjetur mënyra kreative për të lëvizur nëpër qytet. Edhe Velira është përmbytur nga rreshje duke e bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Kjo është një situatë e përsëritur në këtë zonë sa herë që ka rreshje shiu, ndonse kjo vepër ka kushtuar miliona lek. Deri më tani janë evakuuar 10 familje me nga 3-4 antarë secila, të cilat janë sistemuar pranë Kovalishensës. Siç duket edhe në këto pamje, në disa shtëpi të gjitha orëndit kanë dalë jashtë përdorimit. Përmbytjeve nuk i ka shpëtuar as burgu i qytetit, ku për të parë situatën nga afër ishte edhe ministri i drejtësisë Besfort Lamallari. Si pasojë e përmbytjeve, Durrësi është edhe rajoni më i prekur në mungesën e furnizimit me energji elektrike. Një situatë problematike është edhe në fshatrat përreth Durrësit, të cilat janë nën ujë.